Do të mbetemi tek ky zhvillim që ka hapur jo pak plag të luftës viteve 98-99 në Kosovë, sepse ende kemi me mijëra qytetarë civil të pafajshëm, të cilët rezultojnë të zhdukure, familjarët e tyre nuk kanë ende një banesë të fundit ku t'i përcjellin e t'i nderojnë më pas. Ftoj në këtë komunikim të drejt për drejt kolegen Altiana Zogaj nga Klan Kosova. Altiana, të përshëndes, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhe në Balkan Update. Për ty, këto 2 ditë në fakt kanë qenë të ngarkuara, ju keni pasur mundësi që të shkoni edhe në vendngjarje atje ku janë gjetur mbetje martore të dyshuara të njerëzve e të dyshuara më pas të grupit që njihet si intelektualët e Mitrovicës. Çfarë ka ndodhur, si erdhi sinjalizimi, sa lidhet kjo me 2 personat serb të ndaluar vetëm një ditë më parë? Po, është kënaqësi që jem këtu sot me juve dhe në fakt t'i kushtoj një rëndësi kësaj teme e cila tashmë vetëm se ka marrë goxha shumë jehon për shkak edhe të rastit me të cilin dyshohet se lidhet. Informacioni fillestar në polici ka shkuar i bie tash para 3 ditëve dhe në fakt dyshohet se ka ardhur krejt rastësisht ku dikush vetëm se ka aluduar se në një lokacion që ishte pra në kalludër të vogël të Zubin Potokut mund të ketë edhe mbetje mortore, pra dhe një varrezë masive. Ekipet e policisë me njëherë janë angazhuar që të dalin në teren dhe në fakt të kuptojnë se për çka bëhet fjalë bashkë me ekipet e mjekësisë ligjore, po ashtu edhe institucionet e tjera relevante në këtë rast, nga ku edhe është konfirmuar se ka mbetje mortore në atë lokacion ku edhe është aluduar, lokacion ky i cili është përmendur edhe nga shumë familje të Mitrovicës që për vite me radhë kanë pritur një përgjigje për fatin e më të dashurve të tyre. Në momentin që kanë shkuar atje, është konfirmuar që bëhet fjalë për mbetje pra mortore, po që janë me origjinë njerëzore dhe se me interes për studim të më të tejnë dhe për ekspertizat të tjera nga mjekësia ligjore që në fakt pritet që të dalin tash edhe mbrëm. Edhe gjatë ditës dje edhe mbrëm vendi ka qenë thuajse izoluar nga policia e Kosovës deri në orët kur kanë vazhduar dhe gërmimet në atë lokacion, për sa kaq ne dimë që edhe ditën e sotme janë duke vazhduar kësaj. Edhe dje edhe sot ka pasur dhe vizita të shumta nga persona prej institucioneve të ndryshme, duke nisur nga kryetari i komunës së Skënderajt Sami Lushtaku që ka vizituar lokacionin atje dhe ka shprehur në fakt edhe rëndësinë që ka që të zbulohet sa më shumë dhe sa më shpejt ky rast, por edhe për familjet e tjera që janë në pritje prej sa vitesh të një përgjigje se çka ka ndodhur për më të dashurit e tyre dhe ministra e drejtësisë në detyrë Donika Gërvalla ishte sot dhe e konsideroi si lajm të mirë punën e institucioneve që po bëhet në drejtim për këtë temë, e cila në fakt ka një rëndësi të madhe për shkak të numrit të madh të personave që janë të pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Dyshohet se rasti ka të bëjë pikërisht me intelektualet, siç e përmendet edhe ju në fillim, lidhet me kalimin e 28 personave në 19 prill të 1999-s që të kalojnë pra tek kufirin në Malin e Zi e që shfrytzuan rrugën Matan Zubin Potokut në Kalludër për të kaluar më pastaj. Dyshohet se ata së pari u plaçketën dhe më pas edhe u ekzekutuan nga serbët që i ndaluan rrugës për atje. Nga 28 persona sa ishin në plotni, 23 nuk dihet gjë për fatin e tyre që nga ajo kohë, ndërkohë 5 të tjerë dyshohet pra që aso kohë heshturazi ishin larguar dhe kishin pritur deri në mëngjes që të iknin nga lokacioni, por duke qenë dëshmitar okular të asaj se çka ndodhi atë kohë. Ajo se çfarë duhet kuptoj, Altiana, është se vetëm një ditë më parë ishte prokuroria në Kosovë që njoftoi për ndalimin e 2 shtetasve serb që akuzojnë pikërisht për këtë rast. Për rastin e 99-s, edhe që akuzohen për ekzekutor të 23 intelektualve të Mitrovicës. Pra duhet kuptoj nëse kjo ka qenë thjesht një rastësi, apo gjërat kanë shkuar zinxhir dhe kanë treguar, po themi, njëra tjetrën. Natyrisht kjo është punë intensive që është zhvilluar nga prokuroria speciale në bashkëpunim gjithashtu dhe me gjykatën, e cila ka dhënë urdhëresën pra që të bëhet ky zhvarrim. Ne e dimë, mund të konfirmojmë se emrat për cilët bëhet fjalë se janë arrestuar dhe tashmë i është saktuar gjithashtu dhe paraburgimi për 48 tetor janë Miliko Biševac dhe Momiri Jaksić.
pra që të dy banor në Zubin Potok dhe që mund të kenë informata apo njëkohësisht dhe dyshohet se mund të kenë marrë pjesë edhe pikërisht në atë sulm themi ashtu të asoj kohe. Diçka tjetër që vlen për tu përmendur lidhet me emocionet njerëzore, sepse besoj aty në terren kanë shkuar më njerë një pjesë e familjarëve të atyre që dyshohet se kanë lënë trupat e tyre në këtë vendngjarje që mund të konsiderohet edhe pa diskutim skenë krimi. Ke pasur mundësi, Altiana, të bisedosh me ndonjë prej familjarëve, të kuptoje se cilat ishin emocionet e tyre pas 27 vitesh nga humbja e afërmve? Po, Habi, pikërisht kjo ndoshta ndonjëherë edhe vështirëson edhe punën tonë në terren për shkak se edhe tema e ndjeshme bën që të kemi kujdes edhe në formën se si e trajtojmë këtë për shkak se nuk ka ende një verdikt themi ashtu të krejt analizave që janë kryer. Unë mbrëmjen e kaluar kisha mundësinë që të intervistoj motrën e doktor Adem Ademit, një nga personat pra që ka bërë pjesë pikërisht ka qenë pjesë e grupit të intelektualëve aso kohe. Doktor Ademi i njohur për angazhimin e tij gjatë luftës, emocionet ishin të shumta, por megjithatë ajo pra thoshte që përderisa kanë kaluar kaq shumë vite nuk pritej diçka tjetër, por që do të ishte shumë më e lehtësuar shpirtërisht nëse do të kuptonte që bëhet fjalë që me të vërtetë mund gjenden edhe eshtrat në këtë rast të vëllait të saj Ademit dhe natyrisht e gjithë familja ishte në stres edhe emocionuar që të kuptojnë më shumë, por njëkohësisht edhe ishin goxha të agravoar themi ashtu për faktin se si deri më tani nuk është ndërmarrë krejt ky hetim i zgjeruar sikurse më tani dhe se lokacioni, siç thoshte edhe ajo, dihet çmoti, që mund të jenë pra në atë hapësirë të Zubin Potokut.